Mirëmëngjes të dashur, Deshër do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është kalorësi i shpatës. Shikoni, është si ushtar i veshur dhe çfarë pasqyron kjo letër? Vepro me vendosmëri të dashur. Koha për të ndërmarrë veprim, mjaft u mendove të dashur Deshër, mjaft u menduat, mjaft analizuat nëse ke diçka që do ta ndjekësh, një ide, një projekt apo një vendim të dashur Deshër. Kjo është letra që të shtyn të lëvizësh me një herë. Ashtu si ky ushtar dhe ti ke nevojë të jesh i fokusuar, i përgatitur dhe i gatshme për sfidat. Vendos qëllimin dhe mos lejo pengesa emocionale të ndalin të dashur Deshër. Pra, kujdes nga impulset, edhe pse kjo letër nxit veprim, të kujton të mos shpenzosh energjinë në betejat të kota. Pra, të dashur Deshër, përdorni inteligjencën dhe drejtimin, jo vetëm për shpejtësinë, absolutisht. Një fjali për ta mbajtur mend, vepro tani për dije pse po e bën. Do të thotë qëllimi dhe veprimi të jenë të qartë të dashur Deshër.